Të dashur miq, në udhëtimin ton shpirtënor, shpesh e gjejmë veten përpara pikpyetjeve të mëdha, në çastet tona ma të vështira, atëherë kur zhurma e kësaj bote bëhet ngulfat se mbytse. Pyetja që na mundon të gjithëve është e njëjtë. A arrin zëri im deri në qiell? A dëgjohen lutjet e mia? Sot kam një lajm shprese. Te ato ftyrat e botës moderne ku shpesh ndihemi të vetmuar, por të dyja traditat tona na japin një premtim sa të thjesht, por aq të fuqishëm për nga afërsia me Zotin, për nga afërsia e Zotit me krijesat e tij. Ju lutem, le të ndalemi së bashku te këto fjalë të çmuara mbi forcën e besimit që e gjejmë në Ungjillin sipas Markut 11:24. Prandaj, po ju a them, të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. Ky varg vërtet na zbulon diçka madhështore. Lutja nuk është thjesht një listë e dëshirave që ja drejtojmë Zotit me gjysmë zemre. Por, është një akt dorëzimit plot dhe besimit plot tek Zoti, që do thotë të besosh përpara se të marrësh. Do thotë të kesh bindjen e patundur se dashuria e tij e njeh nevojën tonë përpara se ajo të lind në buzët tona. Në mënyrë po aq prekse, kjo afërsi dhe gatishmëri e Zotit për të na dëgju dëshmohet edhe në Kur'an. Aty ku Allahu shprehet në kapitullin Bekare, ajeti 186, e kur robërit e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet mua. Miq të nderuar, kur i vendosim këto dy dëshmi pranë, mendja e gjen një logjik hyjnore të mrekullueshme dhe shpirti gjen paqe. Ato na kujtojnë se Zoti nuk është një fuqi e largët apo indiferente, por një prani e ngrohtë që çdo herë qëndron pranë nesh. Ai
nuk kërkon prej nesh rituale të ndërlikuara, por ai kërkon prej nesh një zemër të sinqert, që troket në derën e tij, me besim të plot, po ashtu bre si një fëmijë që i drejtohet prindit të tij me shumë qiltërsi. Lutja e vërtet pra është një urë drite që lidh dobësinë tonë njerëzore me fuqinë e të plot fuqishmit, me fuqinë e tij të pafundme. Ne nuk lutemi me dyshime, por me shumë shpresë. Ne nuk kërkojmë duke u mbështetur te meritat tona, por te mirësia e tij që na rrethon në çdo çast. Ju lutem, miq të nderuar, le të jetë ky premtim i dyfisht një ftesë për secilin prej nesh sot, që kurdoherë që t'i drejtohemi Zotit, të mos lejojmë në asnjë mënyrë që zemrat tona të lëkunden e të lëndohen. Le të lutemi me shumë përullësi, por me një besim të gjallë e të patundur, duke e ditur se ai na dëgjon gjithmonë. Dhe ai është gati të na dhuroj atë që paqëson dhe ndriçon shpirtin ton. Ju falemderit që ishit me mua në këtë udhëtim të shkurtër shpirtëror. Paqja dhe drita e tij qoftë në shtëpinë tuaj.